نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد Gjematli të dashur, vëllezër shumë të nderuar, të gjitha falenderimet dhe tër lavdit me drejt i takojnë Allahut të Dhul Gjelal, krijuesit ton, furnizuesit ton, udhëzuesit ton, i cili din të gjitha, madje edhe gjethi prej degës nuk bien tokë pa lejen, caktimin dhe shkrimin e Allahut, ati kof shumë falë. Shumë selame për kësaj xhamie bashkë me juve ftyra të bekuara që i bini Zotit në sejdë, i adresoj për vullën e pejgamberisë, për njeriu më të mirë të njerëzisë, për atë burr të madh i cili e patë gajle ahiretin ton, ai që ka gajle ahiretin ton, ta dëshiron të mirën dynjon tonë. Mos harro, ai që ta ka gajle ahiretin ton, sahatin e dekës tonë, edhe natën e varrit ton, edhe ditës kiametit ton, ai ta dëshiron të mirën jetën e kësaj bote. Shumë selame familjes ti, të bekume, që me drejt ata e patën që shumë u mërzetën kur ndroj jetë pejgamberi jon alayhi salatu wassalam. Po dhe shumë selame qofshin për shokët e bekume, cilët nuk ka elit në botë, çfarë do personaliteti merre, njerëz më besnik, njerëz më fisnik, njerëz më të bekum, që i nejtën gati Rasulullahit alayhi salatu wassalam. Madje jetën e kanë dhënë mbrojtjen e tij, edhe në amanetin për ta, se sa sahabët e pejgamberit alayhi salam pa përjashtim, prej Ebu Bekrit e deri taj i cili veç 1 minutë nëse ka nejtë me ta. Krejt pa dallim, edhe kush nuk e ka kuptu më mirë islamin se sa shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për që ata, prej ditës të parë, kur u shpall islami, erdhë Muhamedi alayhi salam të dridh në shpe, prej asaj që ka kish përjetu në shpellën Hira. Edhe njerin e parë që ka ballafaqu është gruaja e tij, Khatijja, nona jon, nona besimtarve. Edhe sa shumë është interesant, gruaja besnike, edhe që thot populli shqiptar gru e sujit, i ka thonë, kur ty Allahu, o Muhammed, nuk të hup? Pse? Se ti e shpirt për njerëz të huj, ti e dën jetimin, ti ja këput njerëzve kanopën, ti nuk ja dën të mire, po zemrën që i kiti o Muhammed, se ka shumë në botë. Bejt qati minuti, e deri kur u taku me Ebu Bekrin, që e kanë dhonë besën, edhe u bënën besimtarët Allahut, deri momentin e fundit kur e ka qu shpirti Rasulullahin alayhi salatu wassalam, ja 23 vjet, gjithë ato jeka, gjithë ato luftra, gjithë ato ballafaqime, gjithë ato shantazhe i ka përjetu, gjithë ato kurthe ati të bekumit ju kanë vënu, gjithë ato plagesa
Resulullahi alayhi salatu wassalam i ka përjetu. Dhamt i ka thënë për këtë dinë, për këtë imam. Veprimtaria e tij me plot burrni, me plot heroizma, një njeri i cili ka vënë temelet për rahmetin prej tij deri në ditën e Kiametit. Një njeri i cili e ka dashur të mirën e këtë botës, madje nuk ka pranuar me zbrit prej qiellit në tokë derisa e ka marrë besën Allahut që ummetin e tij ka me fal. Ky është Muhamedi alayhis salam. Po du me thonë që prej atij momentit kur ju shpall, e deri kur e dorëzoi shpirtin, edhe tha bel ila rafiqil a'la, po du me shku të Zoti jam. Dhe është i vetmi njeri që ju ka dhënë mundësia, nëse do me jetu për jetë, kemi jetu deri në Kiamet, nëse do në ka orë vokti tash, ai Rasulullah alayhis salam kur ka thonë bel ila rafiqil a'la, me përkthy shqiptar që aty që vjen, po më se s'po pres me shku të Zoti jam, që shtypje. Më se s'po pres. Edhe pse pejgamberi parë njerëzis e throsu me zonën në emrin e tij, në të jakt i qujmë salavat ati, edhe ka begu Allahu, e ka begatu Allahu, ka thonë po du me shku të Allahu. Pre ati momentit, e deri të ky moment, djetarët thonë që 140.000 njerëz e kanë pranu Islamin. 140.000. Shkenca e hadithit që mirët me numrimin e transmetuesve të hadithit. Po dhe ata që kanë përcjell, po dhe ata që kanë nejtë gati, kanë bo hizmet, po dhe ata që i kanë bo hizmet pejgamberit dhe kauzës ti alayhis salam, thonë që mas 100 vjetë, se vetë ka thonë, sot 100 vjetë mos jena asnjë në qëta gjallë. Kanë marrë këtë tjirë. Thonë çdo 100 vjetë, përfundon gjenerata. Edhe pse gjenerata ndrohen çdo 20 vjetë, po ndrohen pjesërisht. Po brenda 100 vjeçit, domethënë dikonin e nxan plake, dikonin 3, në shumicë absolute, mirë po 100 vjet ka thonë mas 100 vjet si jena asnjë. Mas 100 vjetë, që njerëz besimtar, tabend, ata që se kanë taku pejgamberin alayhis salam, po i kanë taku sahabët. Çka kanë thonë? Dujna me marr edhe me analizu një çështje. Kjo është më rëndësina me ditë. Kanë thonë, so vete kanë pranuar Islamin në kohën e tij me emën se këtu në mbi emra ka posës në emën të kabileve, për dhe na dhe i vënë. Për shembull, unë kur isha imam në përkatune, para 30 vjetë, ma përqenë, Fatmiri i Gjaferit. Kushtu dhe ke latifaj, Fatmiri i Biri Gjaferit, në emën të babës. Edhe hënë të kjo konë të na adept të popullit jonë. Kjo është për Islamit. Edhe të dashurit e mi kanë morë emën e mbi emën, është kushtimisht po thonë emën e mbi emën. Edhe kanë morë analizë kanë bo, 140.000. Mirë po që shumë është interesant, prej 140.000-ve, veç 20.000 e kanë vorën në Medinë. Veç 20.000 vetë. Ku jenë edhe 120.000 tjerë? Prej tyne ka pos pleq, e ploka, 3 e 3, besa dhe fëmi, që kanë portë të manetin, ka uzën, e kina Ejub el Ensariun, i cili e ka si dhe manetin deri në Stambullin e sëtëm, po su konë kësmet atëre mu. Hop, mirë po njëri ka dhonë jetën të e quë emanetin e Allahut, të e quë selamin e pejgamberit, alayhis salam. Ata njerëz të mbështillu me rahmet, me davet, e kanë emanet, davetin se kemi emanet veç na o gjollartë, davetin krejt e ko Allah që e din, ju krejt kullu Allah, veç fjallën kull, që mos shumë të përmenet Kur'an thujo, e mësove, e ki emanet ku me të vetë Zotit. Keme dhonë emanetin për Allahun me qunë vend këtë emanet. Edhe të dashur të mi, thujnë djetarët e hadithit. Kjo është më rëndësi, kjo rregull. 120.000 vetë nuk ja kanë leju vetës komoditetin me nejtë në Medinë për në ballafaqun të ftëft, e të nëzet, e besa kopi tyne që dhe gërsirat i kanë hangër. E kopi tyne që kushtet tepër primitive, e kanë ballafaqu jetën dhe vdekjen. E kopi tyne që ndek uni, ndek urije. E kopi tyne që i kanë zonë smuja. E kopi tyne që i kanë zonë bora, sepse në për
vendet e Kaukazit, ku merr ftoft tepër të madh, edhe ka prej tyre që janë edhe transmetues të njohur të hadithit, siç është Abdullah ibn Omeri, të cilët ja ka këput edhe kamën. Në emën davetit u dolaj. E kam zonë bërë atje, bërë e madhe, ajo është me 1000 kilometra për Medinës. Mirë po emanetin. Pse? Se Allahu po thot në Kur'an, këtë emanet, ja kum prezentu mas pari, kudrave, tukës, qilit, e kanë refuzu. Këtë emanet e ka mori insani, po jo krejt njerëz. Emanetin e kanë morë një grosht njerëz. E na duhet me falenderu Allahun që në mesin atyre nacionaliteteve jemi edhe na. Që të pare tanë ranë shahadet. Edhe sa herë që na e fynë dykush islamin, e na e fynë bajramin, e Ramazanin, e dhe ju vjen mërzi që sheshet të xhamit tona, nuk po zbrapsen që po thujnë ata. Ato po shtohen, ato po kultivohen. Tash falë Zotit, elhamdulillah, po kemi mundësi me përcjell që shfolet bajramin në Tiranë, në Elbasane, në Fiere, në Prizrene, në Ferizaje, në Mitrovice, në krejt vendet e botës, krejt qendrat e shqiptarisë, po pastaj edhe krejt vendet tjera të botës, ku është e mundshme mu falë, shihet dashnia këtyre njerëzve për Allahun, për musafirin e Allahut, sa ishte Ramazani musafiri e Allahut. Edhe na e kena javën e parë, mujtë Sheval, pas Ramazanit. Krejto gjëllarë të hytëbën e njëjtë e mojnë, me sugjerime, konsultime, këshilla, udhëzime, çka pas Ramazanit. Të vetë me në gjanë, që e moni men, mos i ta kry hytëbën, edhe falën bajramin, mos e harrone, pas Ramazanit, rune, qatë raportin sekret që keni me Allah. Se në Ramazan është shumë i fuqishëm. E për me rujt qatë raport ruje, qatë lidhje, qatë frekuencë, për me rujt qysh mi abon, të vetëm në standard e ki obligim të edhe unë me plëcu. Cila është derdë, si kur ata sahabët që e patën derdë, me përcjell emanetin e Resulullahit në 4 anë të botës, sepse Allah i ka thonë vule pejgamberis, s'ka pejgamber pas Muhammed a.s. Në ata jemi bartës të këtij emanetit. Gjithë se cili. Shumica absolute xhamatit tonë udhëzohen prej xhamatit, jo për xhallarëve. Mirë po, na jemi ata të cilët duhet ta plotësojmë shojshorin. Edhe ta kemi derdë, që të frekuencë ta ruajmë. Rune, se Allahu e begatan, edhe e kultivon. Allah i din tanët, e din Allahu që kena në zemër, e din Allahu që ka bërtëm shpirt, e din Allahu që ka menujmë, e din Allahu që far planësh na posedujmë, e din Allahu me qëfar njetësh na nisemi, por Allahu ato të këshijet na i largan, si kur, a ke po kur livorën e një fruti e gjvesh, qashtu Allahu ato ti gjvesh, ti largan, ato të këshijet, ti menjanan, të arun, veç atë postër të në qeki. Pra ndaj, gjemat, edhe besimtar, falenderon e Allahun, se na sot, që 700 vjetë, që pranojmë islamin kolektiv, shumic absolute si popull. Kjo na ka begatu, edhe kjo rezistencë kulturore, edhe rezistenca imanore, që 140 vjetë, që populli shqiptar i ka rezistu dëbomave të slavëve, të dashur të mi, si në veri, si ata një jugë atje, për mi 1,5 milion qamë janë shfaru, kush si për men, kush në historisë lexon për ta, sa i badeti, sa abdesti, sa gjoku u derë, sa shqipja është lullzu, edhe është thurë vargë, janë asimilu, janë zhduk, janë asgjësu. E pse na i rezistum, të dashurit e mi, se Allahu Azza wa Jall ka dasht mrekullin e ti
me demonstru me rezistencën tonë. Mos harroni. E nuk ka ma knatësi e madhe se ty me ta mundsu Allahu me u bo pasqyr e rahmetit Zotit në tokë. Hej, ty me reprezentu dinin Islam. Kjo reprezentim bëhet gjithmonë të pos gojle edhe dert. Leja ata çka flasin, çka shpifin, çka rajnë, çka ngjesin, çka akuzojnë, çka etiketojnë. Munohen vlerat tona heroike me i përvëtsu, të mirat tona që i kemi bon me gjake me mundu me ndjes, me nej tjetërsu. Po ne kemi një Zot që thot Zoti me Kur'an, o ma kana rabbuka nasiya. Zoti yt Muhammed nuk harran. Tani kena një Zot i cili thot, o ma masana min lugub. Shqepi bjen, o neve s'na rrok lodhja. Tani kena një Zot i cili thot, o la yakhafu uqbaha. Po Zoti s'tutet more. Si tutet juve, Zoti thot. Po nuk ju tut nënë thot juve, Allah i madh. Se kopi me ndje letve në gjatë popujve të rebelum, ka thonë, Zoti tutet të bineve, që budalla kje nësone ku shkën. Tani do t'je ka unë, jo, mara kjo lëdhet, si u lëdhet ditën e 6-7 në ullë ka pushu, apo qëti, deni këtë deregje. Tani tjerë kopi t'yne, pa thët ka harru Zoti. O Allah e sarra. O Allah është i madhnushëm. O ljumë na qëfar Zoti kena, o sa i bukur është Allah. O shpirtin na duhet me falenderu Allahun që na ka dhëru këtë shpirt që na kena dujnë Allahun. Edhe na ata pleqët e parë, cilët kanë ra shahadet, edhe kanë përcjell qëre, na ka po Zotin nasib, elhamdulillah, o Zot, deri në kiamet, soto ky vend me shqiptar e besimtar, me amën Zotit këtu komu këthir e zoni Muhammed. Edhe të njëjtën ku bukës kena me thonë buk e ujit uj, veç na, që ato që na kanë lënë amanet pleqët e tonë, që i kena zotit qiftin e Brahim Kurtit, burrave të mëdhaj që ka pos aj mazveti, e paratina Hoxh Mustof Vedeshiqi, e burrat mëdhej që ka pos shqiptaria, si në Shale, si në Drenice, si në Malësie, si në Dugagjine, si në Shkupe, si në Karadake, si në Anamorove, në Malësi Shkodrës, mos t'i përmenum gjitha ontë, ata veç një detaj të vogël për ava, këto e kam të mësume direkt për gojës Mulla Aslan Zhabarit, rahmeti po shpirti. A i thët, prej vitit 1878, e deri vitin 1999, jam përmi 140.000 dëshmur që kanë vonë jetën me rujt këtë ngjyrim. Që kjo është e ngjyrimi, që kjo derti që me, që kjo e krejt lej amash, që kjo frekuenca që neve na bën mu dallupi të tjerëve, si besimtar të në trojeve tona, i thua dë ngjyrim. Zotin, a që lexon Kur'an në gjuhën arabe, e din që i ka 30 gjuza. Gjuzën e fundit, pjesën e fundit gjuzët të parë, surën El Bekare, faqen 21, se faqen 22 fillon gjuzë i dytë. Thëtë Allahu, sibghat Allah, ngjyrimi Allahut. Që ky ngjyrimi Allahut, ky nuk ka ardhur rastësisht. Ky ka ardhur, ky është me kod. Po Zoti kish pas caktu që në popullin tonë shumë kode me qkip. Vallaj shumë. Vallaj faleminderit Zotit. Faleminderit Zot. Që kish qkip kode të na shumë. Edhe na ke neru. Edhe na ke vlerësu. Edhe i kemi rezistu. Edhe hiq për mos më kom qenë. Ja u bi një shambull, atë u bi nga historia kombit tu, një shambull, për një filozofi cili ka renome, e jo veç të na shqiptarët në rrafshin kombëtar, po ka edhe renomen fushën më të madhe të ndikimit të filozofisë botërore. A din kush është ai? Ai është Fajkonica. Fajkonica nuk ka qenë fetar, musliman po fetar i ju, ai vetë thot. A di çka thot ai?
Edhe vetë s'është fetar. Baba, Allah ala më ka falë, s'ka falë namaz. Po kryesorja, ai nuk u kon fetar, i përkushtuar dinë e imam, nuk u kon. Mirë, po çka ka thonë? Ka thonë, na shqiptarët mos të shkon musliman me shumicë absolute, me numër i shkon më shumë, po shqiptarët s'kishën ditë me fol. A peshe njëri i drejt. Fetaria është në dorë të Allahut. Fetaria në dorë të Allahut. Ama drejtësia, njëri do të më koni drejt, edhe nëse nuk është musliman. Edhe nëse nuk është fetar. Kanë thonë të na plesh reshtrem të fol drejt. Do më thonë, që ti në gjyrimit, ja kanë po hojrin edhe vëllezërit tonë dë besimeve tjera, që kena gjakut tonë, s'besojnë se na, pse kemi rujt bashkë shqiptarin. E ma djela ata e thunë, vëlloj e thunë, disa prej tyne e thunë, marë të logaritë, se logaritet njëri prej mësusave të parë pas Perandorisë Osmane, të truje i Prizrenit është, thëtë, në kratë lëzërve të mi gjaku të musliman, edhe na katolik të kena rujt shqiptarin bashkë me ta. Wallahi, billahi, tallahi, qëtu e thënë. Edhe vërtet o kjo. Shumë e vërtet është. Prandaj, o vllazni, o ti cili po fol keq për islam, e po shpif, e po rran, e po në gjet, e po tjetërsan, e po shantazhan, që më bo shumë. Pse bre burr? Pse për qka po të pengon islami jun ty? Ku ky islam u bo sebeb s'na kalon mu asimilu. Pa na kena pas në Macedonin veri perëndimore plot shqiptar të besimit ortodoks. Ha shkollëpit ashtë se dhe, ku jenë? As njës dhe me full shqip. Ke i kena asimilu Macedonin bo. Po shumë është e thjesht marrë kjo punë. Hajte, je ekstrem. Unë jam këtu, gardian i islamit kundër ekstremizmit. Se mu zotim ka marru për këtë punë. Edhe plot shok të tjerë, vëllezër e motra, që i rezistojnë ekstremizmit, qoftë radikal apo liberal. Se na e dojna këtë vend, fisebilillah. Po na as ju s'u kena thonë, s'keni drejt me do shqiptarin. Shqiptarin kanë drejt tonë me do. Popullin vendin e pove tje. Fitoj Kosova. Gorë futbolistike. Qaj qenin vetën banur të Kosovës. Gëzohet. Ma shumë edhe gëzohemi kër e pom një futboler i bjen Allahu të në sejzde midis Bratislave. Dhe thëtë subhanë, rabbi el a'la. Qka kotëri? Po se qëtë mënyrë hipotetike, për e thamë. Që në hytë beja. Po du më koni drejt. Se Allah e dënë drejtësim. Ti shkon një lojtar, shqiptar i besimit katolik. Edhe kështë do në gullë. Edhe i shkryquaj, si mbas fejt dhe vetë. A më kështë orë mërzimu? Vëlloj ju. Pse? Sepse përfaqëson Kosovën. Edhe qka? Edhe e kry një shërbim në ritualit fejt dhe vetë. Se Zoti jem ka thonë, la i krahe fit din. Nuk ka dhunë në fej. Qështë bre du të më thonë njëri? Besimtar bre. I drejt bre. Ti s'munësh bre me dosht islamin ma shumë se Zoti. Po asë ma shumë se Gjebraili, po asë ma shumë se Muhammed a.s. Po asë ma shumë se Omeri, Abu Bekri, Osmani, Aliu. E pse Omeri kur erë në Kudës së Sherif, i thanë, apo hen me fali i qenin, vokti i qenis. Tha ju, ata thanë, u preken ata pupat. Jo bre burë, tha mos u prekni, tha, po une me bova ki me hinë që të, mas 100 vjetë vjen, tha një musliman për meje, thët, rëzuket kish bëne gjami se këtu folë Hazreti Omeri. Që kjo bro është toleranca? Se na nuk e kena qëllimin me ja u imponu njerëzve se edhe me dosh s'munësh. Vëlloj nuk munësh. E që të ngjyrim, që të e nisa, të lutë na i dashur i vëlla, e dashur motër, besimtare, rune që të frekuencë, cila është shumë më aktive në kohë të Ramazanit, se sa pas, Zotin a mësufta. Faleminderit shumë vëmendje, o Zot falem mua dhe krejt vëllezërit e motra tona, e shqiptarët tonë, besimtarët tonë, e na mësoft Allah të jemi yrnek. Qysh duhet mund me nëreq, se për yrnek qysh duhet me prish o kalaj. Për me prish, kur ma kalaj su kalaj. Për me shpif, për me rejt, për me ngjit, për me tjetërsu, për me shantazhu, për me përvetësu të mirën e tjetrit, heroizmin e tjetrit. Kur nuk ka qenë ma kalaj, se tash qashtu janë kriju elementet edhe forcat e erta janë domon aktiv në këtë drejtim.
por mos harroni. Na edhe që në kam su pejgamberi alayhis salam, edhe nëse shumë atje në cërnush të u bu kiamet, e ti një shqipëll të e mill, lehën me kip e me hudra, mos e nal, kryje lehën dhe në fund, se kështu në kam su Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. لازم تزوتي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Para se me thiri kamete, kam dy çështje para jush. E para pas të që dojna me qitë, jena të punu, mos të kryet, heni pak qërne. Si kena hek do skele pisnalit, qërne pak. Qërne munën e juj, qërne parët e juja ku kanë shku. Qërne centat e juj, qërne njerësën e juj. E shpejt edhe këto kena me ndreq, e inshallah Zotin e pa kabul. Kush na ka nimu, e na ka gëzu, e nuk na ka harru, e na e kena harru, si na njerës. Oj modhe zët shpërbleja, prendret. Shpërbleja ata dhe ato, e kena që në dunja e akhiret. Edhe e dyta, çështja e dytë, këtu e kemi një davetxhi, tash pesha, Nasër Baftiun, e këti ka thonë Zoti bereqet. Në davet, në 19 vjetë në Itali ka po davet. Edhe tash është në Kosovë. E na ka ndëru me shoqatën e rahmetit, koordinim me shoqatën tonë Bashkisë Islamit bereqetit, i kemi pranu për i këtyne burrave 50 pak ushqimore në Ramazan. E na në bashkëpunim xhamia jonë, me KLS-n e Shqipolit i kemi shpërnda natën e 4 gjegjave. Allah është përbleft. E gjumon këj kome në fali. Ja ka dhonë Zotë, edhe zonën e këtë mirë, për edhe mu diqka, nuk po më bënë, kështu që nasër mirë se erdhe, Allah ju rujtë. Edhe tretën harruar, o brëm ka ardhë, o vallohem ka ardhë, dë baklovë pe i gostivari. Pasha Zotin raf që kjo hytbe, apo kuptan, më konë tepsi, qaq ma ka pruni vloj ju një luftës. Vlozën e shok të luftës. Pej gostivarit sot një javë, ora ka falë gjëmon, arbeni, Allah e rujt, e së mojtë ma dëtë, se ishëm doze prej atërimet. E kështu që në ashta spritoni nolni, pa i qëri ka thonë pejgamberi alayhis salam, ushqimi 2 veta videl 4, e në ashta 50, në del 500 këtë ton ka pak ka një orë, e morëm, e Zoti i rujt. Une ju pres mas gjumos, e kemi edhe davetxhiun ton, vllahun tam Naserin, Allah i këto është përbleft me këtë musafir që ka orë, e mirë se ka orë, e Haxhi Muharrem, apja krisi ka meten, se vëllohi, se krisi ti e vazhdajone.